Është libri me titull Islami dhe Krishtërimi, apo Zgjedhja Islami dhe Krishtërimi. Është libër i autorit Ahmed Didat, i njohur tek të gjithë njerëzit e mbar botës, po them, një prej dietarëve më të mëdhtë të Islamit, sidomos në debatet e tija. Është i njohur për stilin e ligjëratave dhe të debateve të veta, dhe i njohur për davetin e tij në mbar botën dhe rrezullin toksor. Është një nga njerëzit i cili ka punuar vërtet me të madhe, dhe ky libër është libri i vetëm i shkruar me dorën e Ahmed Didatit, rahmetullahi alejh, ndërsa disa libër tha dhe disa tituj tjerë shpesh ndodh të botohen nga debatet e tija gojore, ku disa musliman i marrin ato dhe i botojnë, do të thotë, në forma të librave. Ky libër në gjuhën angleze është botuar në miliona kopje dhe shqitur në miliona kopje. Është për librave më të mirë të cilat, apo në të cilat vrehen krahasime, bëhen krahasime mes Islamit dhe Krishtërimit. Në disa raste shihet dallimi në mes këtyre dy religioneve dhe librave të tyre, pra mes Biblës dhe Kuranit, që është libër mjaft interesant për ta lexuar, për formën dhe stilin të cilin Ahmed Didati e përdor, stil mjaft tërheqës, stil i cili vërtet nuk mund të refuzohet nga asnjë njeri, qoftë ai musliman apo jo musliman. Në fund libri përmban edhe një bonus, pra një libër të vogël i cili është i përbërë për afërsisht prej 60 faqeve, i Geri Millerit, i cili është një prej dietarëve, mendimtarëve islam, po them më mirë mendimtarëve se sa dietarëve, i cili para se të bëhej musliman ishte një prej njerëzve më të njohur krishterë, të cilët patën debatuar me Ahmed Didatin, e deshi Allahu xhaleshanu që në duart e këtij dietari, pra të Ahmed Didatit, edhe të bëhet musliman ky njeri. Allahu i mëshiroft që të dy. Libri pra i ka diku 500 faqe, është i përbërë prej 500 faqeve dhe ظل يلزمنا وكل ما نمن لزم